Bëtrin, sa ndikomi të komentet negative në rrjetet sociale? Se dulë të tema a dytë në drejtë sa. Po, nështë ta mamina kështë tregu fjolla në këtë rast, se ka pas shumë kështu momente gjatë karrierës, komentet negative që bëhen në rrjetet sociale për njerëzve. Në rrjetet sociale, po. Shau si për Albinin që komentojnë shumë, po njëjtë komentojnë edhe për fytyra publike, besoj. Edhe gjithë ndonjëherë jeni kanë të kryqëzuar në shta prej komenteve negative, po fjolla më na tregu më shumë. Shau kur i ke pas ato skandalet më herët që kanë komentuar njerëz shumë, çysh i ke prit ato? Allaj, asë që i këqyri atë një të ro, asë nuk mirë në me to. Si puna Dubajt, shembull, si puna Dubajt, po, edhe kjo është një temë që komentohet shumë, abdim farë nga gjykohen edhe komentohen shumë, në Dubaj, unë s'kom bëj me Dubaj, unë me nonën shkojnë në Dubaj. Te me Maldive. Edhe në Maldive, me nonën, bile më thojit ku që shpoham buk notën me nonën Maldive, me plakën. Dhe ma mirë me plakën se me shku me na i kënë tjetër me shadë rosa. Kur shku kjo në Maldive, nëse këna ditë asë shasta, po? Po shumë matin 2012. Maldive si korë, a i shpesh... Jo tash se di ku shkane që shkojnë. Une me plakën dhe me... Mos më të që s'ke ishe nësë në korë. Jo, në korë po, Maldive jo. Për shembull, Ema ka shumë interesant rastin që ka bën djegës. Unë që e vogël, jam marrë me reklamat bizneseve, kam dalë edhe në film, edhe kur kam marrë këtu më ka kontaktu shumë biznese, por që një gjë që më ka bërë përshtypje është që unë udhtoj shumë, edhe jam e njohur për të lifestyle-in, edhe komente më negative i kam marrë kur kam ikur në Dubai, sinqerisht. Jam habitur. Çfarë komente ke pas për shembull? Nga më të këqijat. Normal që i marr nga njerëz që vërtet nuk ka nivel. Ku ke shku, pse ke shku, kush suporton, qa bën aty, do më thënë raste më ekstreme dhe komente më negative, po që du t'i fusësh një menje të qetë dhe mos t'i marrësh nga të zemrës. Ama unë jam tip që prekem shumë edhe shumë i përjetoj ndonjëherë, por që... Ja këtha ndonjëherë komente? Nuk ja kthej, po thjesht ndonjëherë maksimumi që mund të bëj është një blog, asgjë tjetër, ose i lë aty dhe i vujt e zemrën. Sidomos njërë në TikTok, jam futur vetëm një herë në TikTok live video. Vetëm një herë jam fut live video në TikTok, edhe më kur nuk kam u fut shumë komente negative.